që do të zgjedhin një lider, do të kenë mençurinë që të analizojnë mirë do të thotë situatën brenda partisë së tyre politike, duke qenë që është partia më e vjetër në botën shqiptare dhe se ka pru shumë në jetën politike shqiptare e posaçërisht Kosovës. Duhet të zgjedhin një lider i cili del përtej kornizave tradicionale të saj. Ka paralajmëruar në fakt, ka thënë se pas certifikimit të rezultateve do të organizohet edhe kuvandi i tash varet se si organizohet ky debat, mirë po gjithsesi aja shpresa ime është që ka nevojë për ndrim të kryetarit. Ka nevojë për ndrim. Unë e mora në analizën time, e mora shembull zotin Përparim Rama, i cili del përtej kornizave tradicionale të një lideri të LDK-s. E shihni si figurë të duhur Ramën për ta udhëhequr LDK-n? Për mendimin tim është një ndër figurat e vetme që do të mund ta jo vetëm ta mbante do të thotë votën tradicionale të LDK-s, mi po edhe ta zgjeronte. Të gjithë të tjerët mujnë me mbajt ndoshta votën, mi po jo ta zgjerojnë, përveç Përparim Ramës, i cili mundet edhe ta zgjeroj votën e LDK-s. Kështu që unë mendoj që këtu është aja qëllimi i zgjedhjes së një leadershipi të ri, është që përveç që ta konsolidoj partinë të rresë, sepse qëllimi çdo partie politike normalisht është pushteti dhe rritja edhe masovizimi i votës sa më shumë që është e mundur. Po. Gjia, nëse keni mundësi tani të na vini në dalje edhe emrat e kandidatëve që kanë arritur të fitojnë ulsen në kuvendin e Kosovës dhe për fillim do të shkojmë tek lëvizja vetëvendosjes si partia e parë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pra, kuvendi tani më do të ketë një përbërje të re me ca emra të rinj nga gjitha partitë politike, por përgjithsisht janë emrat e njëjtë me ato të legjislaturës kaluar. Sidomos tek vetëvendosje, pra pjesa më e madhe janë edhe ministra që kanë qenë në legjislaturën e kaluar. Pat ndonjë befasi zotin Recaj tek emrat? Jo, unë realisht e kam prit këto